përfundum kampionatin me Prishtinën, e fitum kupën me Ballkonin finale, kundër Ballkonit, edhe kishëm ndeshjet e Europës me i zhvillu. Edhe pandemia ka qenë atë kohë, atë vet 2020, për fat na ro me shku në Gibraltar me lu ndeshje kundër Lincolnit. A e kon Gibraltar se u bo koxa do lojtar për ekipe tjera pa të shku me Prishtinën? Unë kam qenë herën e parë. Po. Edhe shkojmë këtu, do më thonë gjithë dishëm negativ, në test, rregullisht e dhëtojmë, shkojmë Gibraltar, e bojmë servitjen para ndeshjes, testimin e bojmë, edhe nesër me ndeshja, tu hinë analizë, trener ka qenë Armendol, ku tha ti, 8 jashtë, se keni dollë pozitiv në test. Edhe kush ka pozitiv, Djarë Miftora, Armend Thoqi, Korenica, Kreshnik Kuka, të Prishtinës. Lorik Boshnjaku, pozitiv gjithë, s'keni drejt loje. Edhe nuk u zhvillu ndeshja heq, për shkak se numri vogël i futbollistave u shty ndeshja. Sepse atë ashtu o kon me protokoll. Me protokoll. Po. Edhe na nuk kem pas drejt me shku më udhtu. Se o desh në nejt 2 javë në karantinë. Edhe Prishtina pa futbollista, që në gjitha klubet ndihmojnë me futbollista. E bën ekip Prishtina shkon prap nuk mund me zhvillu ndeshjen për shkak se të infeksionit disa lojtarëve. Edhe hum ndeshjen, domethënë eliminohet. Edhe unë Korenica, Djarë Miftoraj, Kreshnik Kuka kemi qenë karantinë këtu. Domethënë 2 javë ditë të në Prishtinë banes pe aeroportit, si kemi zbrit me Prishtinën. Në Kombe edhe direkt në Mshel.